Gjatë asaj kohe, domethënë kur unë doja të jesha e pavarur, unë fillova që ishte pandemia dhe unë fillova që të hulumtoja materiale për fëmijët e mi. Realisht materiale që unë i gjeja në librari nuk përshtateshin me moshën ose me zhvillimin e fëmijëve të mi dhe hyja dhe hulumtoja çka përdorin domethënë në shtetet e jashtme fëmijët. Po, çka përdorin fëmijët në shtetet e jashtme, edhe arrita me pas se ata përdorin domethënë aktivitetet ndryshme në formë të dosjes. Edhe unë vazhdova, i merrja ato, i printoja për fëmijët e mi, edhe në Instagramin tim privat i vendosja qysh i zhvillonin fëmijët e mi ato aktivitete. Kush dëgjironte? Kujt i shkoj mendja me i gjiru ato me qitë Instagram? Po janë ato, domethënë, ato pjesë statike që e lëm telefonin, çdo gjë kam bë vetë. Vetë? Çdo e kam bë vetë, po. Po pse e bore herën e parë? Pse vendoset ta hedhësh në Instagram? Për çfarë qëllimi? Vetëm se unë ndoja dhe fotografi personale, domethënë fillimisht nuk ka qenë... Nuk ishte qëllimi që t'japësh këshilla? Jo, absolut. Njëherë ka qenë privat dhe i kam qenë vetëm familjarë të afërmit e mi, që sigurisht ka pas edhe nana dhe një ndihmes edhe për to. Unë fillimin e kam fillu falas. Ato aktivitete që unë i merrja, unë ja dërgoja në email nanave dhe i plotësonin edhe i zhvillonin me fëmijët e tyre. Pastaj më lindi ideja, thash, po pse unë të mos e bëj një dosje me aktivitete dhe të ndihmoj edhe shumë prindër, sepse e shija ndikimin të fëmijët e mi, e shija se sa shumë po argëtohen dhe po mësojnë njëkohësisht, e shija se sa shumë po forcohet lidhja ime me ta, sepse unë isha pranë tyre. Kur të fëmijët e mi, sa fëmijë kishe në atë kohë? Në atë kohë i kisha dy vajzat e mia, po, vetëm dy, edhe, domethënë, kur e pash unë atë ndikim që kishin tek fëmijët e mi dhe interesin e familjarëve të tjerë, mu më lindi ideja që unë të krijoj një dosje me aktivitete. Edhe kështu fillova punën. Po bashkëshorti im e shiti se sa shumë unë jam e angazhuar me fëmijë, me punë, më thoshte pse po e mundon veten kaq shumë. Po thoja unë, po du me arritun me bë diçka dhe me i shit. Edhe tash ende ja përmend, i tham, qysh bre, qysh më kena vlerësu në atë njërë, se ta i ke... S'ke besu. Po qysh nuk i ki besu aftësit e mija, se më thoj ke, po pse i shet 10-15 dosjet jetu mundu shumë. Po na, ashtu isha, sa do që të shitën, unë du me vazhdu. E mban mend kur e shitet dosjen e parë, si ndodhi? Realisht, nuk ka qenë vesh një dosje e parë, edhe unë jam shumë strikte se kur du me bo diçka jam shumë kërkuse. Edhe unë e kom lodhë shumë, po e kom lodhë shumë edhe bashkëshorten se nuk arrija me gjithë se ishte pandemia, edhe ishke probleme dhe materiale me gjithë dhe ato që unë e doja, a dosjen perfekte që unë e doja nuk arrija. I thoja, kërkoj një dosje, ma sjellke në shpe, jo, nuk është kjo që unë jam të e dasht. Edhe deri se arrita në dosjen që mua më pëlqeti edhe që u përshtatke, edhe kështu vazhdoj edhe domethënë ka qenë shumë interesante se unë jem befasu. Kur unë e kam vendosë domethënë dosjen në shitje, edhe e kam vendosë në Instagram edhe kam fjetë në gjomë, edhe kur jem qut nesrit, kur e kam po që Instagrami ishte vërshu me mesazhe, unë jem befasu. Edhe ka qenë shumë, nuk e di me përshkruat në djenë, veç e di se ka qenë e djelë, edhe i kom thonë Artonit, Arton, qusën pas kanë shkru shumë për mesazhe. Kështu ndodhi? E shite dosjen? Po, dhe është shumë emocionuse sepse kushtet tona nuk kanë qenë, domethënë, ato që i kemi në tash, po jam shumë krenare se çdo gjë që e kena bë deri tash, e kena bë nga zero me Artonin, të dy bashku, kemi fillu nga zero dhe çdo gjë që kemi arrit, e kemi arrit bashk me ndihmën edhe me përkrojën e njëri